Sali Berishën e ke njohur atë kohë? Me Saliun nuk kam pasur kontakt. Po e kishe dëgjuar ndonjëherë? Kur e dëgjuar për të parë? Kisha dëgjuar Saliun, vetëm kontakt që kam pasur kur vdiqë jema Mehmet Elezi, që vajta Në cilin vit? në vitin 91-shin. Në 91-shin? Ka qenë në shkurt, në arse nuk gaboj, shkurt mars të 91-shit. Dhe ju shkuat atëre në kohën të që Partia Demokratike ishte krijuar dhe ishte bërë kryetar Berisha. Berisha kishte marrë funksionet e tij. Unë vajta për të ngushëlluar Mehmetin, Me Elezin, po? Elezi. Ishte Saliu. Aty e takuar për të. Aty e kam takuar, më respektoi. Ishte në anën tjetër ishte Rita Marko, erdhi Rita Marko. Më nderuan, më respektuan, s'kisha në kontakt tjetër dhe Saliun e kam njohur nëpërmjet radios, nëpërmjet televizionit, nëpërmjet aktivitetit të tij dhe nuk kam pasur kontakte marrëdhënie të tilla direkte. Cili është mendimi juaj për Sali Berishën? Mendimi im ndoshta do jemi fundi që mund të pyeten për këtë, se unë në kohën që janë zhvilluar ngjarjet jam larguar. Kur largova unë ishte në kohën që Saliu ishte në pushtet. Mendoj që duke pasur parasysh kontributin që ose si thua veprimtarinë time, sepse në ngjarjet e ambasadave u arrestuan rreth 5000 vetë. Mbi 5000 vetë. Unë i lirova të gjithë nga burgu, pothuajse të gjithë nga burgu. Të 5000 i liruar? Mbi 5000 vetë janë liruar nga burgu. Është një ngjarje jashtëzakonshme. Do të 5000 u futën, 5000 u arrestuan. E arrestova 5000 u futën në ambasadë. Ishim u futën në ambasada rreth 5000 vetë. Po dhe 5000 u arrestuan mbas asaj. 5000 u arrestuan, unë i lirova të gjithë. Dënova me forcë përdorimin e armës që u bë nga policia tek ambasada Gjermane, se u vraj një djalë atje, 17 vjeç. Artin Basha. Po atje kush e vrau? Tjetër, është një çështje e jetuar, ajo duhen parë dokumenta, po flas përdorimi i armës që u bë tek ambasada greke. Kam vajtur direkt. Se u përdorur arma aty? Po, është përdorur shqylluar në armë nga policia, shqylluar në ajër, shqylluar në ajër, unë më lajmëroi kryetari i Udhësisë Tiranës, edhe vajta direkt, i kam thënë edhe Ramiz Alis, atij zyluftar Ramizit, se me Ramizin bisedova më vonë pasaj, i thash edhe zyluftar Ramizit, edhe drejtorit policisë, Dilaver Bengesit, që të mos përdorin armën dhe në rast se do të përdorë edhe një armë, do zbatohet ligji. Se drejtori i policisë donte që të argumentonte që ushtarët kanë qenë kushtet e mbrojtjes nevojshme. Se ka qenë dhe ai, ka qenë kryetari i Udhësisë Tiranës, ka qenë shefi i Udhësisë Tiranës. I thash Dilaveri, ti mos bëj teorinë të drejtës penale këtu, i thash, po zbato detyrën tënde si kryepolic, si drejtori i policisë, edhe të mos përdorën armën. Nëse do përdoret armët, hetusia do veproj, do zbatoj ligjin. Edhe kam folur me ton të lartë. I ke bërtitur? Edhe ati dhe zyluftar Ramizit, që unë nuk e kam zakon të flas me ton të lartë. Në jetën time nuk kam ofenduar ose të krye një veprim të pa Jo, e kuptova, po këtë e vlerësoi Berisha? Këto i solla këto si ide, këto, edhe për 2 prillin. Jam i vetmi person që sakrifikova për 2 prillin. Ja, kam një foto. Edhe të gjitha këto janë ato që duhet ishin pasur parasysh edhe nga Partia Demokratike. Po dhe çfarë? Por unë Partisë Demokratike jam mirënjohës se kur u diskutua çështja ime në kuvend, nga 30 deputet që kishte Partia Demokratike, 16 deputet më mbrojtën. Për çështjen e shkarkimit? Po, ishin kundër shkarkimit. Kundër shkarkimit tuaj? Ishin kundër shkarkimit. Kush ishte nga këta 16? I marr mend? Tashi janë duke filluar që nga Neritan Ceka. Neritan Ceka ka votuar kundër shkarkimit tuaj? Bile Neritanit i kam thënë edhe kam dhënë idenë e parë që 4 të vrarët në 2 prill të shpallen dëshmor.
Edhe Neritani mos i diskutuam, e diskutoj këtë problem, e hodhi... Jo, jam kurios, Berisha si votoi në këtë përshkarkimin tuaj? Berisha bashkë me Pjetër Arbënorin nuk u prononcuan fillimisht, pasaj e parshi me gjysmë dëshire ngritën dorën për shkarkim, por që... Si e ngritën dorën? Gjysmë ngritën dorën. E gjysmë kështu? Mendoj se nuk ka qenë i ndërgjegjshëm, po ishte kompromisi që ishte bërë ndërmjet Ramizit edhe Berishës për të më shkarkuar mua dhe për të hequr tensionin që u krijuar. Edhe për të gjetur një fajtor. Qartë, foto tjetër se kemi të ecim pak më shpejt se kjo është dhjetorit të 1990. Ju ishit kryetari i TUSIS, ti ishit kryetari i TUSIS edhe të shikonit këtë. Si e përjetuat këtë lëvizjen e dhjetorit? Lëvizja e dhjetorit për mua ishte një lëvizje fuqishme që pasqyron atë idenë që thashën që populli e ndryshoi sistemin. Një fjalë duhesh, një fjalë të thoshe dhe të gjithë hidheshin në zjarr kur i thon. Këtu nuk se ka diskutime pasaj nëse agjensitë e huaja kanë ndikuar apo jo. Ato gjetën terren të përshtatshëm. Ndikimi i partnerëve ndërkombëtar që sot ju mbështetët? Që janë partnerë, unë kam mbështetur popullin. Po si? Në çfarë formë mbështet? Kam mbështetur. Kishin një detyrë të lartë. Kam mbështetur popullin. Është ushtruar dhunë nga policia. Po, është vërtet. Është vërtet dhe unë kam marrë në përgjegjësi penale atë që kanë shtruar dhunë. Ke marrë policë? Nuk kam. Unë më përpara. Po ata që u arrestuan, studentët e arrestuar? Unë kam urdhëruar që kush është arrestuar nga ata. Asnjë student nuk është. Jo, që i merrnin dhe i ushtronin dhunë. Merr ata që ushtronin dhunë, ata që ushtronin studentët që ushtronin atyre ndaj studentëve që ushtronin, studentët që ishin viktimizuar, i kam mbështetur dhe u kam shprehur keqardhin. Atyre që kanë ushtruar dhunë duke filluar që nga zëvendësministri i Brendshëm u kanë tërhequr vëmendjen dhe i kanë paralajmëruar, në atë kohë ishte ta kujtoj tash. Okej. Ta kujtoj. E kam tërhequr vëmendjen dhe kam kërkuar përgjegjësi edhe nga Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Brendshëm, edhe nga zëvendësministri. Ndërkohë kam biseduar edhe me Ministrin e Mbrojtjes, me Kisho Mustaqin, që të ishte i kujdesshëm se forcat e ushtrisë rrethuan televizionin dhe ishin vënë nga dëshmëri të plotë që të mos kryenin veprime në kundërshtim me interesat kombëtare. Para se të ndodhte demonstrata, është bërë një mbledhje e veçantë me porosit Ramiz Alis në Ministrinë e Brendshme, në drejtimin e Ministrit të Brendshëm, e Kuranit, erdhi Ministri i Jashtëm dhe kuadrat kryesore për qëndrimet që do mbaheshin, dhe më dhash mendimin tim, e kam deklaruar dhe e deklaroj me përgjithësi, dhe këto deklarime që bëj unë janë deklarime të dokumentuara edhe në relacionet që ja bërë në Ministri e Brendshëm. Unë mendimi im ka qenë të jemi të kujdesshëm, të mos zbatojmë dhunë shtetërore, të mos ndërhyjmë padrejtësisht, por në rast se ka eksese dhe në rast se dëmtohen forcat e policisë, atëherë kemi neve të drejtën ligjore që të veprojmë. Por duhet të veprojmë në ato raste që do të ketë vetëm goditje fizike që rrezikon jetën e policit. Dhe polici është punonjës i shtetit, mbron shtetin, por ai ka për detyrë që të vërë jetën e tij në rrezik. Të veprojë duke parandaluar pasojat. Dhe këtu duhet të rriteshin ato aftësitë e Ministrisë të Brendshme që të parandaloheshin pasojat, pa ardhur pasoje për vetë punonjësit e Ministrisë